Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përmendur se sura El-Kafirun është 1/4 e Kur'anit. Sikur se ka thënë pejgamberi për surën El-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, se është 1/3 e Kur'anit, ka përmendur në hadith se sura El-Kafirun është 1/4 e Kur'anit. Domthon kuptimin e përmbajtjes, ka përmbajtje të begat të pasur, sa që përmbajtja e surës El-Kafirun mbulon 1/4 në kuptimeve të Kur'anit. Pejgamberi sa këtë surë e ka lexuar shpesh. Minimumi 4 herë në ditë ka lexuar pejgamberi alayhi sallam surën El-Kafirun, një ka lexuar në sunet e sabahut. Kur ka falë surën e sabahut, ka lexuar surën El-Kafirun edhe surën El-Ikhlas. Pastaj në sunetin e akşamit e ka lexuar surën El-Kafirun edhe surën El-Ikhlas. Dhe gjithashtu pastaj para xhumit pejgamberi sa ka preferuar të lexojë surja El-Kafirun, që besimtarit të bien xhum një lloj vdekje nuk dihet ta ngritet si dëshmi se po vdes me këtë besim, me këtë qartësi të njëshmërisë në raport me Allahun te bareke ve teala, dhe gjithashtu e katërta e ka lexuar në përfundim të namazit të vitrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zakonisht e ka lexuar surën El-Kafirun dhe surën El-Ikhlas në 2 rekatë të fundit të vitrit. Në rekatën e parë ka lexuar surën El-A'la, Subbihismi rabbikal a'la, pastaj dytën e ka lexuar surën El-Kafirun dhe në tretën surën El-Ikhlas. Dhe dietarët kanë përmendur se një nga urtësitë e leximit të surës në fillim të ditës, në fillim të natës edhe në fund të natës është që 24 orëshi të jetë i ndërlidhur me besimin në Allahun te bareke ve teala, dëshmi gojore, pastaj edhe organizim praktik i jetës mbi udhëzimin e njëshmërisë ndaj Allahut te bareke ve teala, ku besimtari këtë me ka të qartë, nuk lejon të njolloset me asgjë. E kemi të qartë se i tër pushteti, i tër udhëzimi, i tër adhurimi i takon vetëm Allah xhallahu ala, nga sa ai është krijuesi, ai është sundimtari dhe ai është furnizuesi, kështu me radhë i takon vetëm Allah xhallahu ala ti përulemi, ti nënshtrohemi dhe vetëm atë e adhurojmë. Atë një konfirmim me përmasa kaq të mëdha dhe kaq kuptim të plot dhe të begat dhe të pasur ofron surja El-Kafirun.